shtetit shqiptar për të rikthyer pranë familjes tuaj në Egjipt? لم يكن هناك جواب. Që prej 8 muajsh, kur nuk kam marrë një përgjigje të qartë. Kam folur me drejtoreshën e refugjatëve, zonjën Drita Avdyli dhe zyrtarët e Ministrisë së Brendshme. Ata kanë kërkuar një garanci nga Egjipti që në rast kthimi unë nuk do të persekutohem. Ky dokumentacion kam mbërritur dhe unë e kam një kopje të kësaj letre. Po kështu edhe ambasadorja e Egjiptit ja ka përcjell këtë dokument Ministrisë së Brendshme të jashtme dhe asaj të drejtësisë. Dua të them se nuk ndiem keq në Shqipëri, por kam arsyet e mia pse duhet të vizitoj familjen time në Egjipt. Kam nënën të moshuar dhe të sëmur. Nga ana tjetër jam krenar që jam në Shqipëri. Këtu jam martuar me një vajzë shqiptare, por dëshiroj që shteti shqiptar të sillet me ne në mënyrë normale. Në bindjen time nuk ka asnjë arsye përse të na trajtojnë me fobi. Ne nuk kemi përse të paguajmë edhe një herë tjetër një taksë të cilën ne e paguam për 8 vjet në burgjet e Guantanamos. A keni dieni se çfarë ka ndodhur me të tjerë persona që kanë qenë të ndaluar në burgun Guantanamo dhe janë marrë nga vende të tjera europiane, siç ishte edhe rasti i Shqipërisë? Çfarë ka ndodhur me ata? Janë rikthyer pranë familjeve të tyre? Me sa di, prej atyre 40 personave që ishin në Guantanamo janë shpërndarë në të gjithë Europën, ku 20 prej tyre janë në Britaninë e Madhe. Një pjesë e tyre janë kthyer në vendet e tyre, apo kanë mundësi të lëvizin të lirë nëpër Europë. Një gjë e tillë më bën të çuditem pse shteti shqiptar këmbgul me kaq forcë që unë të qëndroj këtu dhe mos të kthehem në vendin tim. Italia, Zvicra, Britania apo Çekia ua kanë dhënë të drejtën të burgosurve të Guantanamos të kthehen në vendet e tyre, ndërkohë që shteti shqiptar të paktën nuk na jep as edhe një arsye të fortë për ndalimin e largimit tonë. Gruaja juaj në 2 raste është ndaluar në aeroportin e Rinasit për të lënë Shqipërinë. Mund të na shpjegosh se çfarë ka ndodhur? نعم. زوجتي وقفوها المرة الأولى في. Po, me sa më kujtohet është ndaluar në 10 shtator të vitit të shkuar dhe herën e dytë pas një jave me 17 shtator. Ajo dëshironte të vazhdonte studimet në Egjipt, por kur shkoi në aeroport me pasaportë dhe vizë egjiptiane, policia e ndaloi. Kur i u drejtova autoriteteve për shpjegime, më thanë që duhet t'i drejtohem gjykatës. Sigurisht kjo nuk është e drejtë pasi nuk ka arsye për të shkuar në gjykatë. Nuk më çuan në gjykatë kur isha në Guantanamo, dhe pse duhet t'i drejtohem për këtë gjykatës shqiptare? Do doja të pyes, si ndodhi arrestimi juaj në Afganistan? Në çfarë rrethanash? Si përfunduat në duart amerikanëve? أولا هي قصة قديمة جدا لكن. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit, vetëm prezenca një personi arab në rrugët e Pakistanit dhe Afganistanit ishte një arsye e mjaftueshme që ti të arrestoheshe. Ne u ndodhëm në një kurth në fshatrat që ishin pranë kufirit me Pakistanin. Pasi ka mbujtur në një familje, ata njoftuan forcat pakistaneze, të cilët na arrestuan pa asnjë lloj rezistence në një formë shumë paqësore, dhe më pas na kaluan tek amerikanët. Unë jam krenar për shkuarjen time në Afganistan. Kishte të bënte me dhënien e ndihmave humanitare popullit afgan. Për këtë jam krenar dhe s'kam as pak frikë ta pohoj. Për sa i përket jetës në Guantanamo, do të përpiqesha të gjeja një fjalë për ta përshkruar atë dhe jetën tonë atje. Mund të them me plot gojën që Guantanamo ishte një laborator dhe jo një burg. Për këtë arsye atje janë ushtruar të gjitha mënyrat e dhunës. Prandaj e them se nuk ishte një burg njerëzor, por e ndërtuan në formën që ata dëshironin. Ti shkon shumë i grek në